tash le të kthehemi pak tek jeta e përditshme, gjërat e përditshme që bën. Unë e di që nga historia juaj, nga çdo gjë që ju keni kaluar, keni krijuar edhe mjaft kujtime të mira, nga të cilat mund të jepni edhe këshilla, edhe mesazhe të bukura. Isha të dini se keni diçka të shtoni për shikuesit tanë, në veçantë të rinjt, për gjeneratat e reja. Po, tash, ju këtë pyetje shumë interesante është që të ta përmbyllim me një mesazh, është pyetje interesante që parashtruhet. Faktikisht parashtruhet pyetje për jetën, për lumturinë, për synimet tona, sa si e kuptojmë në jetën. Siç dihet, jeta është një përvojë ndërlikuar dhe dinamike që përbëhet nga momente gëzimi të njeriut, nga sfidat të ndryshme me të cilët ballafaqohet njeriu, nga emocionet të ndryshme të cilët i përjeton edhe kuptimin që e ka. Disa e shohin jetën, siç e dini, si një udhëtim të shkurtër mes lindjes dhe vdekjes, pra njeriu lind dhe vdes. Disa të tjerë pra jetën e shohin si një mundësi ku njeriu i jepet për të mësuar leksione të caktuara, për ta gjetë lumturinë, që të ndihet i përmbushur, ku e gjen kuptimin e jetës edhe qëllimin e din saktë, ka identifikuar qëllimin se cili është qëllimi i tij në jetë, dhe në fund për të lënë një gjurmë këtë botë se dikush ka ekzistuar apo jo. E po çdo njeri duhet të lë gjurmë. Unë mendoj se misioni i njeriut duhet të jetë që të lë gjurmë, por të lë gjurmë duke qenë i dashur dhe duke dashur të tjerët. Gjurmë të lë, sepse në kuadër të bipolaritetit, të mirës dhe të ligës, në pjesën e vullnetit lira i duhet të zgjedhë të mirën, duhet të zgjedhë ndihmën, empatinë, mëshirën, solidaritetin, të dojë dhe të dashuroj pa kushte, të ndihmoj dhe të jap pa kushte, të mësoj gjëra sa më shumë dhe të transmetoj vetëm se dashuri universale. Pra, në aspektin filozofik, kur e përmbledhem se ç'është jeta, jeta është një lloj kërkimi për një kuptim, për një kënaqësi, për lumturi dhe për një përmbushje personale, apo jo. Dhe tash, në kuadër të kësaj përmbushje personale, lidhet me lumturinë dhe me kënaqësinë që e përjetojmë.